Në Shqipëri është i detyrueshëm për sëmundjet që lidhen me komunitetin, për shembull çerdhe ka për shkollë konvikte, duhet patjetër të jesh i mbrojtur nga disa sëmundje që i ka të detyrueshme edhe bota. Është udhëzim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Por ka edhe vaksina alternative, të cilat mund t'i bësh, mund mos i bësh, por siç është edhe gripi, vaksina kundër gripit, ose kundër meningitit. Janë alternative, to janë në zgjedhje të lirë. Është në zgjedhje të mamave, në qoftë se duan, dyshojnë se aty mund të ketë raste me meningit, për ta mbrojtur, ja bën vaksinën, nuk ka asnjë gjë të keqe t'ja bësh. Por mbrojtja nuk është kaq afat gjatë sa që janë tek vaksinimi bazal dhe ky i